Mbrëmjen e së hënës u zhvillua ceremonia e topit të Art 2025, aty ku kapiteni i Kombëtares Berat Gjimshiti u zgjodh lojtari i vitit i Kombëtares. Kapiteni u ngjit në skemë për të marrë çmimin dhe falenderoi të gjithë protagonistët që e kanë ndihmuar që të arrijë atë çmim, ndërkohë që pas ceremonisë foli para mediave ku u ndalte te kombëtarja dhe ndeshjet e play-offit në mars. Gjimshiti e mori këtë çmim nga votat e bashkëlojtarëve të tij, të cilët zgjodhën pikërisht kapitenin si më të mirin e vitit. Së pari u përgëzoi për organizimin dhe faleminderit. Besoj se vitin e kaluar mami im bëri një figurë më të mirë se imja. Falenderoj çunat e kombëtares sepse pa ata nuk vlen asgjë. Futbolli është kolektiv dhe i falenderoj ata, stafin dhe presidentin Duka. Falenderoj dhe kryeministrin dhe më të rëndësishmit familjen time për sakrificat që kanë bërë. Jam shumë i lumtur që jam sot këtu dhe që e fitoj këtë çmim. Është krenari përsërish a them që futbolli është një lojë kolektive dhe e ndaj me të gjithë bashkëlojtarët e mi. Sigurisht që është dhe fitore e tyre. Rivalët në play-off sigurisht që kanë më shumë eksperiencë, kanë shkuar shumë shpesh në botror, por prapë besoj se shanset tona janë 50-50. Pse jo, të ndërrojmë, të jenë të gjithë çunat gati në mars dhe të shkruajmë historinë e futbollit shqiptar. Si të gjithë do të japim maksimumin dhe shpirtin në fushë, të gjithë së bashku do të arrijmë qëllimin që kemi. Gjatë vitit 2025 Gjimshiti ka qenë një nga shtyllat kryesore të kombëtares, por njëkohësisht dhe i Atalantës në një kalendar të ngjeshur ndeshjesh. Mbrojtësi kuqezi ka qenë titular i rregullt në drejtimin e Gianpiero Gasperinit dhe ka ruajtur rolin e tij kyç dhe pas ndryshimeve në pankinë, fillimisht me Juric në fillim të sezonit dhe më pas me Paladinon. Në total ai ka regjistruar 21 ndeshje në të gjitha kompeticionet, duke shënuar edhe një gol dhe duke ofruar vazhdimisht paraqitje pozitive, me siguri dhe personalitet në fushë. Aktualisht Gjimshiti ndodhet jashtë fushave për shkak të një problemi fizik. Në ndeshjen e fundit kundër Cagliarit, kapiteni kombëtares u detyrua të largohej në minutën e 55 pas një tendosjeje muskulore në fleksorin e djathtë. Gjendja e tij do të monitorohet në ditët në vijim, por kjo ndalesë e përkohshme nuk e zbe as pak një sezon ku ai ka qenë protagonist absolut. Me shumë gjasa Gjimshiti do të mungojë për skuadrën e tij në ndeshjen e radhës, por pritet që të rikthehet në fushë menjëherë pas kësaj jave dhe mund të kontribuojë me fanellën e Atalantës që po kalon një moment shumë të mirë.